Miku im, cila është gjëja më e vlefshme që kemi në jetë? Për këtë mund të jepen shumë përgjigje. Një nga gjërat më të rëndësishme është që të kemi një emër të mirë. Dhe për këtë flet Urdhërimi 8, i cili thotë: nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Dhe Luteri shpjegon kështu: ne duhet ta kemi frikë dhe ta duam Perëndin, që të mos i gënjejmë, tradhtojmë, shpifim, apo përgojojmë fqenjet ose të afërmit tanë, por t'i falim, të flasim mirë për ta, dhe të bëjmë gjithë që ka mundemi për t'i ndihmuar në ato që bëjnë. Ky urdhërim ka të bëjë me më shumë se sa të gënjesh në gjykat. Ai ka të bëjë me mënyrën se si flasim për njëri tjetrin në jetën e përditshme. Reputacioni i një njeriu është një nga dhuratat e tij më të vlefshme. Dhe megjithatë, aq e lehtë për t'u dëmtuar. Shpifja, thashëthemet dhe fjalët e ashpra mund të shkaktojnë dëm më të mëdha se vjedhja ose dhuna. Por urdhërimi shkon edhe më tej se sa thjesht të thotë mos gënje. Ai na tregon se duhet të mendojmë dhe të flasim mirë për të afërmin tonë, të mbrojmë atë dhe ta interpretojmë atë që dëgjojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo dhe të thotë të jemi bujar në mënyrën si e kuptojmë të tjerët, të ngadalshëm për të gjykuar dhe të shpejt për të mbrojtur të afërmin tonë. Në një kohë të mediave sociale, thashthemeve dhe reagimeve të shpejta, ky urdhërim është ndoshta më aktual se kurrë. Perëndia na thërret të ndërtojmë, jo të rrësojmë. Në videon tjetër do të vazhdojmë me urdhërimin e 9. Shihemi.